Dumiri përsërit. Po. Vendësit ishën bo protesta për Bojanovc, për Shevani, për drejtat e aty në vllazërve tonë që na kanë met qysh na kanë bet, ose në Maqedoni, këta qohen për me largu nga turistat nga Bregdeti. Unë i kom dëgjuar disa media, disa portale media mëngjese si bojnë propaganda, janë njerëz të pagun, mos shkoni në Shqipëri, është Edi Rama tradhtar, është Edi Rama kështu. Këta janë me Vučićin, këta janë me Serbin. Këtu janë propagandat e lëvizjes vetëvendosje që janë militant dhe këta që po duhen me qua manetin Slobodan Miloševićit e në fond, që s'ka mujt Miloš me bo vitet e 90-a, gjatë luftet në 2000-at, të banë për arrit me lëvizjet vetëvendosje. Këta manet të tuja kry Serbijës, ta shimi më qumë në kitë kohë, sezone, me bon protesta, mi largu gjithë poshust. Kjo është mendori, unë këtu në Gjermani, hajde që po të betona, po të adheze kamerën, pjo më shojnë disa zile, ndërtesa që banojnë, janë tjera shtete, tjera komunitete që kanë me thonë Shqipëri, vetëm Shqipëri ka me përmen me Bregdeti, që ma mirë ata edhin Shqipëri e Bregdeti në Shqipëri se unë kam qenë 2-3 vena. Gjithë banën këtë një pjesë në Gjermani që ka jetojnë, që kom dëgju, që ka dëgjoj, si në punë, si ku dhe qoftë, si kur me Albani s'ka, si me Albani s'ka, kena vonë. Po këtë lëvizja vetëvendosin krye me Albin Kurtin, e bani këtë propagandë, pelun këtë loj, pishitet për mi hup turizmin, për shka e kanë ta e din. Se edhe dje dëgjova, s'kisha mundësi e dja par dje mojnë ka du që përfeqen e ke pas një tem Albinin për dhe pople, Albinin për dhe pople, po edhe Edi Ramen për dhe pople. Po edhe Vučićin e ka desh pople, po edhe Slobodan Miloševićin e ka desh pople, cili boni genocid zonja ndërru.